Unë munohem se I dua muslimant me I shpetu nga ky terr. Në jetën teme, shikoni me mia klipe që janet shpëndam në rrjetet sociale, si në YouTube, si në TikTok, si në Facebook, kur nuk e kom shah një shqiptar. Të parën herë që të shaj unë një shqiptar, se nëna e tij jo motër shqiptare, do me tha unë shaj motrën teme, unë në loj misionin tem. Edhe nuk shfaqem mon publik. Kurse kom shah një njeri, mu më thone se jam për Charles. Unë ju thom, a di kush për Charles? Allahu. Nuk është këto sa bindje eme. Hape Kuranin. Sura 5, 51. A di çka thot? O ju që besuat, mos zeni miq, as jehudit, as të krishterët. Ata janë miq me njëri tjetrin, e ai që I zë miq ata, ai është armiku I Allahut. Të ju lutëm ju që po dëgjoni, hapni Kuranat tuaj e lexoni. Sura 98, kapitulli 6, thot, ma të ndytit nga krejt krijesa janë njerëzit e librit, këta janë që futllët krishterët. Unë I kom thani një vllaut musliman, çka është me ndyta krijes? A I tha derri. Okej, hajte hapim Kuranin, kem hap Kuranin, sura 98:6, çka thot kush janë më të ndytat nga krijesa që futët krishterët? Tash tregom ti mua. Nëse jeti muslimani devotsh,